180 vite burg, ky është dënimi që kërkoi këtë të hënë Prokuroria Speciale e Hagës për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ish krerët Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Prokuroria e specializuar pretendoi se 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në kampet e ndalimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kërkoi nga 45 vite burg për secilin. Nga ana tjetër, prokurori Alan Tiger përsëriti se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli ishin në vijën e parë të UÇK-s prej fillimit dhe kishin rol të rëndësishëm. Sipas tyre, Thaçi e fitoi reputacionin e personit që lidhi luftëtarët në Kosovë dhe planifikuesit që jetonin në mërgim. Prokurori i përshkruan Recep Selimin si person me lidhje të ngushta me Adem Jasharin dhe me rol të rëndësishëm në fushë betejë dhe si dikush që gëzonte shumë respekt dhe besueshmëri nga luftëtarët. Sipas prokurorisë, Selimi ka qenë organizator dhe pjesëmarrës në sulmet e vitit 1997 kundër forcave serbe. Kërkesa drastike e Prokurorisë Speciale të Hagës është pritur me kritika nga drejtuesit aktual të shtetit të Kosovës. Presidenti Osmani tha se kërkesa për 180 vite burg dhe çdo përpjekje që tenton të barazojë luftën çlirimtare të UÇK-s me krimet e Serbisë minon besimin në drejtësi dhe e dëmton në rënd paqen afatgjat. Ndërkohë, në një deklaratë, lëvizja vetëvendosje e drejtuar nga Albin Kurti thotë se kërkesa e prokurorisë nuk është akt për kërkimin e drejtësisë, por një politik që synon të përmbysë rendin e së vërtetës. Sipas kësaj force politike, Jugoslavia e Miloševićit kreu gjenocid në Kosovë dhe UÇK luftoi duke mbrojtur popullin e Kosovës. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputeti Recep Selimi akuzohen për vepra penale që përbëjnë krime lufte. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat.